në vazhdimsi ju insistoni se PDK-ja nuk ka vijat kuqe. Nuk ka vijat kuqe për bashkëpunim me subjektet politike shqiptare në Kosovë. Mund ta elaborojmë këtë pozicion politik? Besoj në mesin e politikanëve të pakt, së dhe mrena Partisë Demokratike të Kosovës ka pas mendime ndryshe për këto vijat e kuqe. Mi por një këmë qëndru asojna që nuk ka vijat kuqe për shkak se konsideroj që vijat e kuqe janë tregu damshme, përveç që janë tregu damshme dhe kanë prodhuar ngërçe të caktuara, janë treguar të paqëndrueshme. Për shkak se i kanë qenë vijat kuqe njëra tjetrës partitë politike dhe në fund prap kanë bashkëpunuar, nuk e shoh të keqe bashkëpunimin, e shoh momente të caktuara të nevojshme dhe nëse kërkon interesi i vendit është i dobishëm. Megjithatë, unë preferoj edhe besoj në ato, edhe besoj mbi bazën e fakteve dhe zhvillimeve në terren që Partia Demokratike do të jetë mundësi me themelu, me kriju, me formu qeverinë e ardhshme, fakt me formu qeverinë e ardhshme prej partive që jemi në opozitë. Këtë rast me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe me deputet tjerë mbrana Kuvendit të Republikës Kosovës.